Mirë dita, kënaqësi të jem mes jush për dy festa të rëndësishme të kombit ton, por dhe jo vetëm, sepse janë dy figura që nderohen në mbar botën, festën e mësuesit dhe festën e nënës. Kjo e fundit ka më shumë peshë sepse ka rëndësi figura e saj në çdo aspekt të jetës. Nëna është ajo që lind jetë. Nëna është ajo që edukon breza. Nëna është ajo pa të cilët nuk do të kishte mësues edhe mësuesa. Një duar trokitje, ju lutem. Të flasësh për këto dy figura, duhet të kesh një botë kuptim shumë të madh, sepse ndonjëherë fjalët të ngatrohen dhe nuk di këtë të thuash më përpara, nënën apo mësuesin. Por ikona e tyre është përjetësia, sepse ata janë të përjetshëm në edukimin e brezave, në dhënien e këshillave, por dhe në dhënien e një dashurie pa kushte, në dhënien e asaj që ne e quajmë jetë, vazhdimsi, por njëkohësisht dhe përjetësi, në dhënien e asaj që vullos atë që ne jemi, qenjet më të bukura në botë, sepse tregojmë atë që ata na kanë këshilluar dhe vazhdojnë të na këshillojnë gjithë jetën. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Ju falenderoj që keni bërë vlerësimin më të bukur për këto dy figura. Nderim, respekt dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit kudo. Një duar trokitje. Nderim, përulje, mirënjohje, por dhe të gjithja lutjet për gratë, për nënat, të cilat sakrifikojnë edhe gjërat e fundit të tyre për të parë fëmijët lartë e më lartë, për të parë dritën e tyre të ndriçoj, sepse ashtu janë ato, vetë drita. Një duar trokitje. Kjo fest nuk do ishte organizuar në qoftë se kryetari i shoqatës së bashkuar Goro Park, Agim Shkëmbi, nuk do kishte hedhur idenë dhe përkushtimin e tij. Ndaj dhe unë e ftoj në skenë për të thënë fjalën e tij përshëndetëse. Faleminderit. Faleminderit. Dhurat parë, ju përshëndes nga zemra për pjesëmarrjen tuaj sot këtu në Malik, për të festuar dy festat të rëndësishme, festën e mësuesit dhe festën e gruas të nënave tonë. Është kënaqësi të festosh këto festa. Po është kënaqësi edhe për juve që sot merrni pjesë këtu në respekt të këtyre festave të mësuesit edhe të nënës. Unë duhet të falenderoj të gjithë nga zemra për përkushtimin e mirë që juve keni bërë sot dhe keni ardhur këtu, keni lënë punën, keni lënë hallet, keni lënë problemet dhe i përkushtuar kësaj feste. Unë do isha i mendimit dhe t'ja u shpreh me dëshirë, sepse unë ditën e hënë jam operuar nga syri, sot erdha këtu, sepse e kishim dhënë fjalën që do ta bëjmë me çdo kusht. Dhe bie ka me kafshë nga syri për të respektuar. Sot kisha që unë s'do t'isha sot këtu, po jam i disjush. Në respekt, sepse vllai tim ka vdek vjera mbrëm, sot dhe varrimi 11. I thash ndjesë e parua qoftë, po unë nuk mund të pjesoj në varrimin tuaj, sepse s'dua të dështoj atë ne që kemi organizuar sot. Shoqata kombëtare Goro Park e Bashkuar është krijuar në 17 nëntor 2017. Me vendim gjykate ke marrë 2019. Kjo shoqatë është krijuar në momente që komuniteti gorar o barar të bashkohemi dhe jo të përçajmë e të ndajmë. Prandaj edhe emrin e ka shoqata kombëtare Goro Park e Bashkuar Shqipëri. E kemi vendosur me vendim gjykate me gjithë. Por unë kam i vetë që të jesh antar i një shoqate ose i një institucioni tjetër të shoqërisë civile, duhet të njihesh me programin, me statutin, me gjithë ato, por duhet të jesh edhe korrekt në pagesën e kuotës.
se ne nuk kemi në kohë të madhe për shëti. 2.000 lek ishim 6.000 në vit, e kemi lënë me 2.000 lek në vendim të gjukatës, shoqatës, e kemi lënë me 2.000 lek në vit. Tani, se qarë ka për shoqata Gora Pare Bashkuar, juve ndoshta na keni ndjekur, dhe unë do të falenderoj të dy kryepete fshatrave të njësisë vendore Malik, të cilët na ndjekin dhe na prezojnë për gjithë aktivitetet që ne kemi bërë. Maksimo Qollari, që është në plak me fshatin në Mosejnë, në falenderoj gjithë. Zenel Dinoshin nga Desmira, që e falenderoj po edhe për punë të mira, shumë të mira që bën në atë fshat, që unë e kam ndjekë vazhdimisht. Tani, ne fillimisht kemi vendosur bustin e të ndjerit mësus Nevruz Bila në Sovjan. Dhe duhet të falenderoj edhe bashkinë Malik, për qëllë bashkan, që ne e meratoj. Ne vendosëm busin e Hasan Moglicës. E vendosëm. Përsëri e falenderoj bashkinë Malik edhe qëllë bashkan. E vendosëm rrugën Shahin Matraku në Popqisht, emrin e shkollës. E vendosëm emrin e shkollës në Zerec, Shaban Zerec. Arritëm që ne të zjerim në dritë një hero, një shehid, një dëshmor adheu që për 79 vjet nuk ishte rikujtuar fare për ta nxjerrën të emër Baba Peimi. I vetëm se emër duhet të pra Gjermani në 24 këtë dijon. Edhe këtë e bën. Kemi aplikuar çdo 5 prill sofrën Gora Pare Bashkuar për të bashkuar një në vit Gorano Parak kur ka dëshirë të marrë pjesë. Brejten unë e kam në ratë parë për sa i përket për institucioneve shtetërore. Ne si shoqata atar nuk në quaj si bashkëpunëtar, bashkëpunëtor, bashkëbisedus. Po më përsa shopun në quaj si shoqata si opozitar. Po në kemi opozitar, ne jemi bashkëpunëtor, ne jemi bashkëpunëtar për të bërë gjëra më të mira për komunitetin ku do që ndodhe. Do të falenderoj nga këtu për kryetaren e forumit të gruas për diasporën, Natasha Njazi Petriti Gyrbeci, e cila është kryetare e forumit të diasporën, jep aq kontribut sa edhe ne nuk kemi kontribut që ajo, që nga Italia, edhe me burë smur në shtëpi, me smur kontribon jashtëzakonisht mirë. Unë tash do të them vetëm një gjë. Kush ka vlera më shumë në Gorë, sot, po i jetët, do të thëtë bravo, kush ka vlera në Gorë, sot më shumë nga gjithë, kush me do në juve? Ka për një, unë them, vlera në krajinë e Gorë o parit, pas ka 15 kapetan e Gorës, ka Kristaj Qanushi, i cili bëri filmin e kapetan e Gorës, për trejke punë, sakrificë e mund të bërite. Pra, se mos e si edhe me të drejt, kemi bërë në këtë qytë bashkak Malik, që të shpallet deri i qytetit Malik, kemi bërë presidentit, të shpallet mjeshtri merituar ose deri i kombit, Kristaj Qanushi, sepse nuk janë të rrallë këta profesorë, që punojnë kështë televizorët, kameramanë, punojnë kaq mirë për të nxjerrë në patit, a i nxori në pat, tërë sakrificën e vuajtet të gjithë atyre që dhanë jetën për lëri e pavarësi. Brejtën e kam përsa i përket bashkisë së Pogradecit. E qëllë bashkjak. Me i thënë kemi venë në birë, sepse qëllë bashkjak në Pogradec është një zonjë ndëruar, një zonjë respektuar, është me shpirt patriotet atëtare, që të realizojmë memorialin e 12 kapetanëve të Mokrës. Të vendos memorialin në Gurikames ose në qytetë Gjonë. Të vendoset busti Muharrem Undënishtit, i cili ka qenë kapetan i Gjonit dhe na kërkojnë një qiqra në hellë. Na i duan nga autoritet kombëtar, si duhet respektuar. Ne ja kemi quar disi, por që të mbash të gjitha të dhënat e tija, edhe kujt, një personi i cili ka marrë pjesë në kuvendin e Zbojit në Shtupinë, e Taip Bili Zbojt ka marrë pjesë me e të Grimini. Çfarë kërkohet më shumë për te? Duhet falenderoj të gjithë mësuesit që sot janë e detyrë.
Më shëlluar të gjithë ata mësuse që nuk jetojnë sot. Dua të falenderoj të gjithë nëna e motrat të cilat kujdesen për fëmijët, për rritjen e edukimin e tyre. Unë dua të falenderoj tash edhe dy këngëtarët e mira që ne kemi edhe pjesën e dërgorës aty, Mira Qatipin, që se nda, dua të falenderoj Afian Maksuti, këngëtare e mi, sekretare e shoqatës për Qarkun të Elbasanit, Redinela Meqollari, që nuk ndahet nga Gramshi në këtu, në Kosovë, ku kemi shkuar. Kështu që unë dua të falenderoj të gjithëve, por dua të falenderoj dhe një mikishën tonë që është bërë tani, është bashkuar në shoqatën kombëtare e Gora Parabashkuar si simpatizane, po punon më shumë se një antar i shoqatës Gora Parabashkuar. Elda Keqi. Ne kemi vlerësuar me krajinës. Unë s'kam shteme tashi, unë të falenderoj që gjithme dhe pashim suksese në të ardhmen. Dhe është bukur të flasësh për ata njerëz që kontribojnë dhe nuk lodhen kur. Një prej tyre ndodhet sot këtu dhe është një mësues i nderuar, mësues veteran, Bujar Vila. Unë e ftoj. Prit në zjarë. Pa mëne bërë dhe Dhe në pritje të zotit Bujar, ndoshta ati kujtojnë ato momentet e para të fillimit të profesionit të tij, që në ato vështirësi që ka kaluar, ka pasur dhe gjën më të bukur, ka pasur nxënësit, ata për të cilët kishte marrë misionin më të vyer në jetë, misionin e dijes. Një duar trokiti. Përshëndetje të gjithë. Univers ka një planet që quhet, dhe këtu në këtë planet ka shumë qenë i gjallë. Ndër këto qenë veçohet qenja njeri. Dhe ndër qenja njeri veçohen dy personalitetet të mëdha. Gruaja, nena dhe mësuesi. Dhe ne festojmë këto dy dita kaq të shenjta për shoqërinë njerëzore. Ne jemi gorarë dhe në vjen mirë që i kujtojmë dhe i festojmë këtë situata kaq të rëndësishme. Sepse Gora e ka dashur arsimin, edhe në kohët më të vështira kanë qarkulluar abetarët përpara 1980-s. Gjë që dëshmonte dashurinë për arsimin. Fshati Gjenezës Borgji ka patur shkollë që më 1923 e shkruar kjo në librin e Naçit. Po kaq e shenjtë për shoqërinë njerëzore është jo vetëm shkolla, po edhe nëna, gruaja. Që është themeli dhe baza e jetës shoqërore njerëzore. Unë ju uroj edhe mësuesve, edhe gruas, gjithë të mirat, jetë i gjatë dhe mbarësi i jetën dhe punën e tyre. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Muzika është ajo që bashkon jo vetëm njerëzit, por edhe kombet. Dhe ne kemi nder dhe kënaqësi që të ndjekim një kaba me klarinet nga mjeshtri i klarinetës Kujtim Meta. Muzika është ajo që shëron shpirtra. Muzika është ajo që ngre në pjedestalin më të lartë edhe fjalën edhe vargjet. Ndaj, le ta shijojmë së bashku.
se do isha mësuesja e tij, do e nxirja si nxënësin më të dalluar. E dini pse? Sepse ai është në çdo aktivitet të organizuar nga shoqata Goro Pare Bashkuar. Dhe kush është ky zotëri? Zoti Baftiar Çera. Shumë për fjalën dhe më vjen shumë mirë gjithmonë që jam pjesë e kësaj vrimtarie, por bëra një pyetje çfarë Gimi dhe tha gjeni juve kush është tha personaliteti më i rëndësishëm tha sot për Kristaqin. Dhe kjo është e vërteta, Kristaqi kontributi nuk diskutohet, por unë do dua të dalloj se ka shumë rëndësi kjo. Në vrimtarit e shoqatës Goro Pare Bashkuar, në thonë drejtën simbolika e këtij aktiviteti, simbolika e kësaj vrimtarie është Agim Shkambi. Unë dua për Agim Shkambin është nga njerëzit e veçantë të organizimit të këtyre vrimtarieve, të cilat nuk janë të lehta për të zhvilluar. Prandaj mendoj që vlerat e Gorës, o Pare, të bashkuar, të Korçës, të gjithë kësaj krahine të rëndësishme, janë ato të cilat i përkushtojnë edhe jetën. Shumë falenderit Gim që jemi pjesë e kësaj vrimtarie. Ju falenderoj gjithëve, ishte kënaqësi dhe do të jetë gjithmonë kënaqësi. Falenderit profesionalisht. Shumë falenderit. Programi ynë artistik vazhdon. E dini pse vazhdon? Sepse sot në Maliq ka ardhur ky e vlerave materiale dhe jo materiale të gjithë Shqipërisë. Dhe do thoni ju për kë bëhet fjalë, e për këtë tjetër, për vallen tonë, për vallen Devolliçe. Ju ftojmë ta ndiqni. Різні стримували.
ne thamë që po festojmë edhe për nënat, edhe për gratë. Mes nesh janë dhe 2 gratë të nderuara, që me zërin e tyre të veçantë, por shumë unik, dallojnë kudo që shkojnë. Dhe e kam fjalën për zonjën Refjan Maksutin dhe zonjën Mira. I ftoj ato në skenë. Ato sakrifikojnë gjithmonë për të mos munguar asnjëherë. Ato sakrifikojnë të jenë këtu dhe të kënaqin të tjerët me performancën e tyre. Uroj një ditë shumë të bukur ta kalojmë sot për festën e mësuesit dhe 8 marsin. Megjithse festa e 8 marsit nuk është festë, është protestë, por ne po festojmë. Sot po them një diçka të veçantë. Sot ndihem gorare më shumë se kur. Jam në epiqendrën time, aty ku janë lindur dhe rritur prindrit e mi. Tashmë unë ndihem sot gorare e plotfuqishme. Ju falenderit. Edhe njerë, një duar trokitje po të fort pare për zonjën e parë, sepse tregon që është një grua e fort, një grua e guximshme, dhe ju vën ballë edhe këtyre defekteve që ndodhin live në për aktivitetet. Është një grua që kur nuk thot jo, dhe është një grua që është me këmbë në tokë, bashkë me zërin e saj që shkon për te oqeaneve e diun. Faleminderit. Dhe do doja të thoni diçka për zërin e protestës që ne kemi, por dhe për atë forcën që i bëjmë ballë çdo stuje të mundshme. Faleminderit. Faleminderit. Ne gratë, në përgjithësi flasë ato që një jemi të forta, sepse unë kam kaluar shumë sfida mund t'i quash, ose mund t'i quash fatkeqësinë e jetës. Edhe prapë o përgjigjem këtyre aktiviteteve, kam qenë mësuese, edhe mësuese dhe gjithëta me në tjanë. I sfidojmë sepse gruaja në shtëpi, gruaja mbar shtëpi burri fëmijës. Dhe kush nuk ja di kimetin gruas, për mua nuk është njeri. Faleminderit. Dhe një duar trokitje për të gjitha gratë që ndodhen këtu, në të pakta në numër, po të forta me fuqinë e tyre. Dhe në fjalën time nuk do anashkaloja një zotëri shumë të nderuar, që unë për 2 vite e kam përmendur emrin e tij si zërin më të bukur ndër burrash. Dhe ai është zoti Kaja, zoti Isak, që unë e përshëndes, dhe do doja një duar trokitje, sepse zoti Isak sot nuk do na kënaq me performancën e tij për shkaqe shëndetësore, por ne ju urojmë shëndet të plotë dhe faleminderit që ka ardhur sërish midis nesh. Në aktivitete të këtij lloji, jo vetëm të organizatës Goro Parë të Bashkuar, por njëkohësisht dhe në aktivitete të tjera, dhe është një zë unik. Por sot gripi ka bërë punën e tij dhe unë nuk do doja që ta anashkaloja, por do doja edhe fjalën e tij. Faleminderit. Faleminderit juve gjithë. Edhe më shikoni, edhe më dëgjoni që jam pak errur, edhe nuk erdha me pishmantash, do të kem prezencën të pakën. Për këtë maliq të bukur, për këto djemë dhe vajza, për këto nëna që është festa tyre sot, për arsimtarët, për gjithçka që unë këtu rrita dhe punova dhe jetova 25 vite. Do më falni që s'mundem dot t'ju sill para jush një këngë shumë të bukur sot. Por ju falenderoj të gjithëve, kalojmë gëzuar festat, gëzuar shëndet të madh pas të dhe kjo prezentusja, edhe shoqet tona që vinë nga Tirana, këngëtarët, edhe shoku kaftar, shoku dimi pa të gjitha këto. Ju falenderoj gjithëve. Nuk mundem dhe, jam shumë dhe. Ka bëni Allah. Një zotëri ka punën më të vështirë që mund të ketë njeriu, sepse merret me edukimin e brezave, por njëkohësisht është rregullatori tyre. Ti jesh rregullatori këtij brezi të sotëm, është një punë që rëndon dy fish. Dhe ju do thoni kush është ky zotëri? As unë nuk e njoh, por emri
emrin e kam të njohur, është zoti Blendi Vila, I cili është drejtor I shkollës në Voskop, dhe unë e ftoj para nesh, një duart nuk I të lutem, sepse puna e tij tregon jo vetëm vendosmërim, por tregon këmbgulje dhe sakrificë. Ne po edukojmë një brez që rritet mes teknologjisë dhe gjithmonë risive, por po edukojmë edhe një brez që edhe nuk na kupton. Ndaj dhe zoti Blendi do na thot diçka për këtë profesion të nderuar, por njëkohësisht dhe një mesazh për të gjithë ata që kanë fëmijë, se si mund t'ja dalim ne të arrim të kuptojmë ata, të na kuptojnë dhe ata ne. Faleminderit zoti Blendi. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt kam pak emocione, të rrallat janë ato që ndodhin tek mua në raste që ka të bëjnë me të folur, por ajo që më emocionoi ishte vallja gorare. Dhe kësaj unë duhet t'i thur një him bashkë me ju. Duhet t'i thur një him sepse është kjo pjesë e traditës që është ngullur kaq thellë në shpirtin tonë, sa na bën të gjithëve ne të ndjehemi krenar kur kërcehet kjo vallë. Unë I përshëndes të ndjem të virtuoz që na shpalosën këtu këtë vallë gorare që mua më emocionoi shumë dhe më bëri të ndihem shumë fish gorar. Ju faleminderit djem dhe dëshiroj që të japim një qartërokitje për virtuozitetin tuaj dhe për prezencën tuaj këtu. E theva pak monotoninë e zakonshme apo klishen e një përshëndetje, sepse duhet ta kisha filluar me përshëndetjen e shoqatës Goro Park të Bashkuar, por ja vlente që vallja gorare të jetë qendër e kulturës dhe e djepit ton, e traditës ton dhe ta përcjellim në brez. Po përshëndes shoqatën Goro Park me kryetar Agim Shkambin, I cili ka një shpirt patriotik, ka një shpirt luftarak, se përballet me shumë sfida në jetë, ka dhe një shpirt shoqëror, I cili I buron nga brenda dhe përpiqet t'i japi kësaj treve ato merita që shpesh humbin gjatë kohëve. Falenderoj zoti Agim, ju falenderoj dhe ju të gjithë pjesëmarrësit për prezencën tuaj. Por sot më cilësohet si një mësues dhe më keni respektuar me këtë vlerësi. Unë po bëj 34 vjet që kam punuar dhe jam mësues, jam nxënës I normale si parë Shqipe, Elbasanit, kam përfunduar atë në 89-ën dhe që prej asaj kohe unë nuk kam rreshtur as në vit si punuari si mësues. Kam qenë në zonën e Gorës kryesisht, duke filluar në Bubuq, në Zboq, në Memër, në Sovjan, në Beliten, dhe si drejtues në Podgorie, në drejtor, dhe sot si drejtues I shkollës së Voskopit. U bëm gati 34 vite që unë kontribuoj. Shkollimi im fillon me pedagogjiken, vazhdova ciklin e ulët për mësues arsimit fillor, mbarova atë dhe fillova një fakultet të dytë të gjuhën e tërësisë, bashkë me masterin, dhe kontribuoj akoma me forcë, me dashuri për profesionin, por edhe për fëmijët, të cilët sot janë bërë jo siç I quajmë ne zevzek, trazabaç apo pabindur, po janë bërë më të zotë për veten e tyre dhe ne si mësues duhet
që këtyre fëmijëve tu paraprim me njohuritë tona, me freskinë tonë, sepse ata janë një hap me teknologjinë, një hap më përpara dhe ne duhet jemi shumë koshient për përgjegjësitë tona. Është nder dhe kënaqësi t'ju kemi zoti drejtor. Ju falenderoj. Mua do më pëlqente që të dëgjoja mësues, sepse vitet e tua flasin më tepër se kaq. 34 vjet do të thotë që ju keni një jetë që kontriboni për edukimin e brezave. Mund të na jepni një mesazh, ju lutem? Mesazhi i mësuesit sepse dhe aktiviteti sot ka në qendër mësuesit, gratë dhe nënat. Dhe ju jeni një prej tyre. Mesazhi i një mësuesi kushtuar të gjithë njerëzve është i tillë. Të duam sa më shumë fëmijët, të respektojmë fëmijët me dinjitetin e tyre dhe të jemi profesionistë të mirë. Jo të jemi rrogëtarë për të marrë një rrogë dhe hajde të kalojmë. Por të jemi profesionistë cilësor që t'i shërbejmë këtij kombi, t'i shërbejmë kësaj treve e cila e ka dashur dhe do arsimin më shumë se çdo gjë tjetër. Vlera e arsimit nuk matësot. Ajo është një pemë që jep frutat pas 20 vjetësh. Dhe prandaj ne do të jemi mendje hapur, duke pranuar sfidat që sjell koha, do të jemi shumë të zotë dhe të punojmë fort që ne të jemi të vlerësuar në mbar komunitetin dhe në mbar shoqërinë shqiptare. Kontributi juaj është shumë i madh, por edhe kontributi jon ndaj mirënjohjes suaj do jetë po aq i madh pavarësisht me modestinë që na takon. Ne do të emocionojmë sërish duke ta kultuar një titull, mbase është një nga titujt që ju i keni marrë të shumt në jetë, por emocionet do të shtohen për këtë titull t'ja u jap nxënësi juaj. Në fakt, para se do t'ja prezantoj, këtu pranë meje kam nxënësin aktuar të shkollës Vaskov, presidentin e shkollës, Leanis Zeka quhet, dhe është një ndër nxënësit që përfaqëson dënjësisht edhe trevën e Vaskopit, që për hir të së vërtetës, ajo zonë, me zonën e Gorës, kanë shumë lidhje miqësore, afektive dhe kulturore. Prandaj dhe ai ndodhet këtu mes jush dhe mes nesh. Faleminderit për emocionin tjetër që më krijoi zona dhe respekt dhe mirënjohje për punën e shoqatës Gora që ditë të vlerësoj njerëzit në kohën e duhur. Faleminderit Bledi. Je mëse i nderuar nga ne e mëse i respektuar sepse ti ke kontribut jashtëzakonisht të madh në arsim, por ke dhe i kontribut të madh që ke dhënë shoqatën kombëtare Gorë Pare Bashkuar, i cili Bledi ka marrë pjesë në 3 aktivitete të fundime që bën në Gorë Mali këtu në zemrën e Gorës, duke na përgatitur pestën në Sovjan, me rastin e të ceremonisë të mësuesve në Vruzbilës, shkolla Sovjan, nga ka përgatitur këtë volli për festën e sofrës Gora Park 15 që është e përheshme, dhe si punë e Blendit, po pse thonë re, geni është geni, e pisi geni pisi, i themi ne gorarët, sepse pisi bila janë të rrallë, ata kontribojnë që në kohën edhe të ashim për vazhdojnë të kontribojnë. Ne, Blendit, i kemi akorduar një certifikate me titullin e lartë deri Krajinës për kontributin e madh që ka dhënë në fushën e arsimit e të kulturës e sportit. Gjithashtu i kemi bërë dhe Glencit një certifikat mirënjohje si presidenti qeverisjes shkollës. Zënë. Tani modestisë, duke ju falenderuar sinqerisht
dhe duke treguar respekt të pakufishëm për gjithë ju. Kontributi im në shoqatën Gora është fare minimal. Pavarësisht se kryetari Agim Shkendi i ka shumë për zemër dhe i vlerëson të gjitha gjërat tash në aspektin shoqëror. Dhe kur kisha fjalën, aspekti shoqëror ka të bëjë me respektin dhe dignitetin që ai ju jep njerëzve që janë prezent dhe që kontribuojnë. Ai nuk le asgjë pa përmendur dhe pa vlerësuar. Dhe prandaj është i tillë, vetet i tillë dhe do të respektohet nga kjo shoqatë së cilës unë i uroj jetë të gjatë dhe të përcjellës sa më mirë traditat, jo vetëm të Gorës, por të gjithë trevës së Korçës dhe Reve të Gorës. Tani nga drejtor Tani, jo se neve nuk kemi respektuar e si kemi leveruar të gjithë drejtorët e shkollave të shkollave të njësisë vendore Malik, të cilë jo i kemi lejmëtuar, po edhe kemi vlerësuar. I kemi vlerësuar për punë ka bërë. Por sot drejtor nga njësia vendore Malik ndodhet vetë të blendi. Unë jam i pakënaqur nga të gjithë ata, sepse ka folën me drejtoresht në arsimit të Malikit, e ti kam thënë, duam ne, në respekt për ty, nga një mësues për të vlerësuar për çdo shkollë dhe nga 2 nxënës për të shkollë. Më falni pëse, por nuk e punë unë sa pare dhe unë jam i shkëlqyer nga drejtoria arsimore e Malikit dhe drejtorët e shkollave Malikit me përjashtim të Bledit. Le të marrin shembull e Bledit se do të tjetë atime. Le të tu sot duhet ishte të zgjidhte nga mësuesët, drejtorët, sepse është pesë për ata, edhe nënat të tyre. Së pare ju falenderoj për respektin që treguar ndaj mësuesve. Nesh janë dhe 2 zotrinj, Maksim Macellari dhe zoti Zenel Dinoshi, që unë do i ftoja këtu për fjalën e tyre përshëndetëse, sepse kontributi që ata japin është shumë i çmuar. Prezenca në një aktivitet, por dhe në shumë të tilla, përsëri quhet një vlerësim dhe të vlerësosh dikë do të thotë që ke bërë maksimumin tënd. Ju quattro chi tiene. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit shoqatës, drejtuar nga zoti Agim Shkendi, që më dha këtë vlerësim. Po unë këtë vlerësim dhe këtë ndere nuk e kam vetëm. E kam me bashkëpunëtorin tim, Brahim Agodin, që sot ndodhet tu dhe për Brahim një tërkitje. Dhe të gjithë bashkëtarët e tjerë që na ndihmuan për të realizuar dhe për të bërë punë të mira. Që tu nga Maliqi, falenderoj dhe shumë nga dërguese që janë biznesmen në Tiranë, që për fshatin tonë në dhanë të dërgute dhe dënë gjadej nuk dënë në rrugë të mira. Shumë falenderit nga njësia e Gorës. Dhe ju quattro chi tiene. Shëndetje të gjithë. Unë kam përmbledh që jam antar të shoqatës dhe e kam përmbledh që jam bitur shumë i Agim. Ju uroj të gjithë mësuesve. Dhe të gjithë nënave zëzuar të gjithë. Po, kam një sugjerim të mokër, pavarësisht se tash Agimi është mirë, pastaj që duhet të analizojmë më mirë. Kupton, tani ka rrjete sociale,
ka shumë gjëra për të lajmëruar dhe ka shumë njerëz që të parë njerëz që ose zgjedhur duhet. Sepse ne sporti ruajmë zero. Jemi gorari. Po tash duhet ta vlerëson njerëzit. Duhet ta vlerëson edhe me kontributet sepse edhe këtë kohë nuk njerëzit. Po pavarësisht prapë, pavarësisht e takë, ne vëmë ku mundon, edhe njerë uroj edhe në shumë dhe respekti dhe shamë. Shumë njerëz ju kanë nevojë, sidomos e njerëz. Dhe sesonin që kam mikë tjetër, përshëndetje edhe njerë dhe respekt për gjithë. Tani të një periudhë, të janë dy kërëplekte, kërëplak në shatin Jasmir dhe kërëplak në shatin Lavosek. Ne I kemi vlerësuar me certifikatën me titull e lartë në deri Krajinës, sepse këta punojnë edhe konisht mirë, por nuk më vjen mirë që kërëplekte e fshatërave do t'ishin gjithë sot këtu. Sepse për ta I bashkisha kemi fshuar programe. Terrorista simbolja kemi fshuar programe. Dhe sot do t'ishin të gjithë aty bashkarisht me ta. Unë e shoh Zelelin, që punon jashtëzakonisht mirë në fshatin Jasmir, më vjen mbështetje gjithë banorëve të fshatit, më bë qefi kur e bashkë që operatimin e barrezave, ajo është një kontribut I madh për të ata të mirë që prejnë atje. Por edhe Maksi, jashtëzakonisht mirë punon, edhe na ndjek në çdo aktivitet, dhe unë e shoh edhe të komente që bën Maksi. Por neve duhet ne jo si kemi njoftuar. Ne kemi hedhur të gjitha në rrjetet sociale. Në datën kajt, bëhet këtu, bëhet kjo, dhe duhet ishin më të procedurë për të punë. Atëherë, nga shoqata kombëtare Gol o Pare Bashkuar, I jepet kjo certifikat deri Krajinës zotit Zenel Gjinoqe. Me motivacionin e tij për punën e palogur që bën dhe komunikimin e mirë në njësinë administrative Gora Bashkia Maliq. Zoti Zenel, unë jam shumë nderuar që ju dorëzoj sot këtë certifikat, por kjo nuk do të thotë që ju të ndalni punën tuaj për gjithë komunitetin që përfaqësoni. Faleminderit. Jo certifikatën nuk më takon vetëm mua personalisht, siç e thash më parë, kjo certifikatë takon fshatit tonë, se të gjithë së bashku ja kanë rritur qëllimit, i takon atyre kontributëve nga Tirana, që me konduktë për të tyre na ndihmuan se edhe ne e vetë jam në rrymëndor. Faleminderit juve si shoqat. Faleminderit për çdo gjë. Zotit Maksim Enver Muçollari I jepet certifikata me motivacionin pa u lodhur në mbështetje të banorëve dhe fshatit të tij në Lavosek. Kënaqësi zoti Muçollari që unë ju jap këtë certifikat dhe të njëjtin mesazh siç ja dha zotërisë më përpara që puna të vazhdojë në emër të të gjithëve dhe për të gjithë njëkohësisht. Faleminderit. Shënderë, shumë marë, për mua, në gjithë mund, për të trigona dhe të gjithë shoqata tonë, dhe vleshtë, gjithë banorë që të Dhe festa vazhdon, dhe si mund të vazhdojë ndryshe, vetëm me valle, një valle festive, ju faleminderit.
kemi certifikatët për një profesor I cili nuk jetoj, me Jovan Katulli. Dhe me vjen shumë keq, sepse detyrohesh asimohet të Maliqit I thash, një nga pjesëtarët e familjes e Jovan Katulli se ka qenë një mësues, ka qenë një drejtues, ka qenë një edukator I shkëlqyer të gjithë, deri dhe në brapsht të Demokritës dhe Dushar ka qenë mësues dhe profesor. Dhe sot të mos jetë një pjesëtar I familjes tyre, mua nuk më vjen mirë, megjithëse ne do t'ia dorëzojmë profesor Blendit pila për t'ia transmetuar. Zotit Ferit Çami, shoqata Agoropare Bashkuar, I jep të certifikat nderi me motivacionin e lartë nderi Krajinës për kontributin e madh që ka dhënë në fushën e arsimit dhe sporteve si mësues, por edhe drejtori I shkollës së mesme në fshatin Podgorie për shumë vite. Një duar trokitje, zotëria nuk ndodhet midisnisht, por ndodhet në një vend të huaj, ne me dëshirën e madhe do donim ta kishim këtu, por dhe njëherë shprehim nderim dhe mirënjohje për të. Për arsye shëndetësore, nuk ka ardhur zoti Idlir Xhafer Sardi dhe zonja Mirela Shahili, por ne po ju japim një certifikat nderi me motivacionin, me titullin e lartë nderi Krajinës për kontributin e madh që ka dhënë si mësues dhe drejtore në drejtor shkolle. Dhe njëkohësisht ne I urojmë të shkuara dhe të na bashkohet në aktivitetet të tjera të këtij lloji. Zotit Idlir Xhafer Sardi. Ndërsa zonjës e theksova, zonjës Mirela Sardi Shahini I jepet kjo certifikat me motivacionin e lartë nderi I shoqatës për kontributin e dhënë në edukimin si mësuese dhe njëkohësisht në kontributin që ka dhënë si nën dhe si grua në nder të shoqatës Agoropare Bashkuar. Ju falenderit. Dhe festa vazhdon, nuk kemi mbaruar ende. Festa vazhdon. Atëherë falenderit gjithë për pjesëmarrjes deri në moment që ne e përfunduam si koncert artistik edhe përshëndet që bën personat edhe grupë bashkërisht. Tani ne si Gorar kemi ca tradita, kështu që si kemi harruar që besoj që nuk do t'i harrojmë. Edhe t'ia transmetojmë brezave të ardhmë. Tani ne mund të vijë dy shëndete shumë. Që se pepit shumë. Në radhë parë njerë, shëndeti juaj që jeni sot të gjithë. Shëndetet mira të jeni familje tuaj. Morët pjesë tu shumë aktive. Një shëndet tjetër do e vend për të gjithë ata që ne si shoqate I vlerësuam për kontributin dhe vlerat që kanë. Certifikata nderi Krajinës. Shëndet të kam për të gjithë mësuesit, kudo që janë, të punojnë me përkushtim si që ka punuar që edukimit I brezave të shkojnë në latësin e duhur. Për të gjitha nenat e motrat, Gorar edhe Parakut, kudo që ndodhe, si brenda vendit dhe jashtë vendit. Qofshin të nderuar dhe të respektuar nga të gjithë ne. Një tjetër nga për të gjithë ata studente të Agoropare Bashkuar, kudo që ndodhe, si brenda vendit dhe jashtë vendit, Zoti I ndihmoftë, Zoti I bekoftë, dalë me sukses kudo që ndodhe. Një tjetër nga për të gjithë ato nena mota që janë jashtë Avdeut, jashtë në diasporë. Shëndet e të mira të kenë të gjithë dhe Zoti edhe ata I bekoftë, I ndihmoftë gjithmonë të mira paqe. Një shëndet tani do të bëjmë për grupin e orkestrës. Me këndimin e krye, bravo shumë, falenderoj shumë për kontributin që kanë dhënë dhe japin. Një shëndet do të bëjmë, do të pimë për të gjithë ata valltarët e valltaret e
e mirë të bukur që ka të vallë. Me në krye drejtuesin kryesor Agron Kodalliu. Një shëndet e kam për mirën dhe refkën, shëndet mirë atje, të rojnë gjithë ka për zemër, edhe zemra këndof në çdo kohë dhe. Një shëndet tani për të gjithë, një shëndet të paharuar qoshin ata mësues nuk jetojnë sot, edhe ato nëna dhe motra që nuk jetojnë sot. Të prejnë paqe atje ku, ku timi paharuar qoftë për ta të gjithë, edhe familjet e tyre t'i kenë shëndoshë e mirë. Një shëndet tani, shëndet tjetër e kam për të gjithë ata artiste që kanë dalë nga Gjiri, Krajinë, Zgorë, Parë e Bashkuar, qoftë nderuar dhe gjithmonë qofshin artista me vlerat të mëdha. Për të gjithë ata kapetanët e gotës. Të gjithë kanë dhënë jetën për liri e pavarësi, ne do të ngremë një përshëndetje që të paharuar qofshin dhe familjet e tyre qofshin të nderuara kudo që janë. Një shëndet tani do ta ngremë për Kristaqin. Kristaq, shëndet mirë atësh. Qofshin nderuar, sukses të pagit gjithmonë e inshallah u realizofshim ato që ne kemi propozuar për ty. Një shëndet të ngremë për Isajin. Isaj është kryetari shoqatës Zgorë Parë Bashkuar për Kemën e Elbasanit, sepse kryetari shoqatës të Korçës e kemi me temperaturë, se ka pas temperaturë, nuk e në me që e unë e në para 2 ditësh e smurë. Shëndetet mira të kemë të gjithë komplet. Pare mi atë, gëzhuar të gjithë, shqivas dëshirës. Tani ne e bëmë këto racionin me 10.000 lekë për mos i rënduar asnjërit, sepse shoqata nuk ka fonde për të bërë gjithë unë erdha këtu në Kamat Bali, bajëm të zavende, nuk patë mundësi sponsori, por ne menduam që mos rëndohemi shumë asnjëri nga temi këtu. Gëzuar gjithë, ju bëftë mirë, gjithë të bashkuar që.